Me profesorin e Universitar të Ekonomisë, Shkumbin Misini, do të flasim edhe për çështjet e gazit amerikan, për sigurinë energjetike, për rritjen e çmimit të pronave në Kosovë dhe për premtimet elektorale nëse ato janë të realizueshme në Republikën e Kosovës. Profesor Misini, faleminderit shumë që ke ndarë kohën sot për ne për qenë drejt për drejt në horizontin e mesditës në RTV 1. Grazie edhe për mua. Profesor, të ndalemi te kryetema 24 orëve të fundit, është diplomatja amerikane e ngarkuara me punë zonja Anu Pratipati, që shumë qartë e tha gjatë ditës së djeshme se Kosova duhet të veprojë shumë shpejt për projektet e gazit amerikan. Ekonomikisht të flasim, a është gazi amerikan zgjidhje strategjike për Kosovën apo shkon përtej kësaj për ekonominë dhe orientimin praktik se në cilën anë do ta pozicionoj vetveten? Po, me dëshimin aktual që e kemi, Kosova është të shku drejt izolimit total, sepse kemi pas një mundësi më herët me hyrë këtë proces, dhe sot çështja nuk është çështja e energjisë elektrike, është çështja e sigurisë kombëtare. Energjia elektrike paraqitet një parametër kryesor të sigurisë kombëtare. Andaj me prej që është e nevojshme dhe domosdoshme të marrin mesazhet më të qartë liderët e papërgjegjshëm që siç janë që përkundërshtojnë sistemin e gazit. Ne në momentin që nuk bashkëpunojmë me alatët më të ngushtë të Kosovës, atëherë nuk e di me kënd do të bashkëpunojmë tutje, sepse Kosova nuk është globi, nuk është faktor në glob. Dorsa ne jemi shumë të vegjël për me pas impakt në tregën botërore apo në arën ndërkombëtare. Kështu që unë mendoj që çdo veprim, çdo politikë e jashtme duke u bazuar në bashkëpunim në diplomaci, sidomos amerikane edhe evropiane, ne duhet ta kemi parasysh dhe të nevojshme të ndihmë kërkesat dhe detyrimet që kemi përgjegjës ndaj tyre. Qartë, subjektet politike shumë shpejt reaguan pas editorialit të Pratipatit për këtë çështje. Më të shpejtit ishin subjektet opozitare që reaguan dhe shprehën mbështetjen për gazin amerikan për këto projekte, por në emisionin Klik mbrëm këtu në RTV 1 dhe zonja Kusari Lila dha qëndrim për to. Tash, a deshëm as deshëm ne apo u bindëm përfundimisht pasi që foli Pratipati? Unë mendoj që sidomos qeveria aktuale është përgjegjësia kryesore që sot kemi mungesë energjisë elektrike. Dhe pa mungesë, në momentin që kemi mungesë energjisë elektrike, nuk ka stabilitet dhe qëndrueshmëri të zhvillimit ekonomik. E thash më parë që përgjegjësi kryesore të cilën e kanë premi një kaos të cilën për interesa politike të partisë në pushtet. Sepse nëse kemi bërë zgjidhje me problemeve më hershme, që sot aktualisht Kosova ka paguar zisa milionera, për shkak arbitrazhit që zona ka humbur me global. Dhe nëse kishim pas në stabilitetin energjetik në kohën kur investimet geostrategjike amerikane ishin të interesuar për të investuar në Kosovë, Kosova sot që do të jetë ambientin nuk e kishte. Aktualisht të më kontrolet për Kosova dhe Kosova Bay sot të prodhojnë dikon mbi 5.000 tonë pluhur. Dhe tash unë nuk i di apo kapacitet qeveria të ndërtojë të më kontrolet të reja, edhe që të ka misionin të tillë, që qeveria aktuale do të 4 kilometra që një vetë në Ferizaj, ka një Ferizaj për të tillë, që një vetë e ka njësë procedurën, e lemë mos klasë me më për tema central. Që unë mendoj që në qoftë se përfaqësuesja e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dha një mesazh shumë qartë për përgjegjësit kryesor të cilat duhet të nënshtrohen procedura dhe përgjegjësive të cilat i kanë që Kosova të mos jetë shteti vetëm Ballkani Perëndimor, të mos ketë kyçje të këtyre investimeve geostrategjike për sigurinë kombëtare të shtetit tonë. Profesor, shpeshherë na nevojiten pikpamjet e ekonomistëve për të kuptuar
qartë në aspekt financiar se çka na kushton më lirë apo më shtrenjtë. Janë miliona euro që janë shpenzuar për import të energjisë elektrike këtyre muajve. Cila është më e lirë për ne? Që të vazhdojmë të importojmë apo të bëjmë një investim më të madh në fillim që potencialisht me dëshirën që t'i kushtonte më lirë pastaj faturimi i energjisë elektrike qytetarëve. Cila është më e levërditshme? Po qeveria e Kosovës nuk ka pas me dhënë mjete, kanë pas me qenë disa korporata të mëdha amerikane dhe evropiane për me investu në qytet të tillë. Dhe përsëri të dhënë që për mua është shumë e rëndësishme për ndotja e ambientit. Që gjendje nuk i kishim parë ndotjen e ambientit. E dyta, ne më shumë të importojmë pedagogët Kosovë duke bazuar në planat e saj, më shumë të importojmë vetura edhe kemi importu energji elektrike. Këto janë dy faktorët dhe naftë. Dhe do të thënë tre faktorët kryesor që e mbushin buxhetin dhe arkët të shtetit. Kjo lënë në kuptu që ne kemi me pas varësi më të tjeshme të energjisë elektrike. Për arsye se kapaciteti prodhuesi i Kosovës në raport me konsumin është i vogël, sidomos në kohë të dimrit, por unë përfaqësohem pak me se në kohë më parë qeveria e Kosovës ka pas arritur në marrëveshje me Shqipërinë. Gjatë kohës të sezonave me pas një shkëmbim të energjisë elektrike. Gjatë verës ne me eksportu, se kemi sasi të mjaftueshme, gjatë dimrit ne me importu prej Shqipërisë, kena pas një marrëveshje. Mirë po nuk e di pse të bëhet këtë transparent e përgjegjësisë të qeverisë që çfarë është bërë me këtë marrëveshje që kemi pas me Shqipërinë dhe që tash aktualisht nuk kemi. Siç unë mendoj që një ndër problemet kryesore të Kosovës dhe sigurisë dhe zhvillimit të qëndrueshmërisë ekonomike, rritjes ekonomike dhe rritjes të punësimit, rritjes të investimeve është çështja e sigurisë energjisë elektrike. Do nuk e di në Valët e Ballkanit Perëndimor të paktën për Shqipëri dhe për Maqedoni e di, që kanë filluar me të mëdha me bëjë energjinë e përtërshme dhe po ashtu në manë të tjera. Mirë po unë nuk e di për momentin nuk kemi bërë një strategji për me bëjë prodhim të energjisë e përtërshme. Dhe kjo që në qoftë se ne në ditën e vllazërim ne kemi me bërë rritje të konsumit të energjisë vazhdimsi, nuk me pas rramje, po me pas vazhdimsi, duke pas parasysh inteligjencën artificiale, aksesin për internet e tjerë. Kërkesa për energji veç do të rritet. Mundësitë e kapacitetit prodhues të kekut, nuk mund të ofroj për ta duke pas parasysh kërkesën e madhe që ka të konsumit, sidomos gjatë kohës së dimrit. I qartë, kjo do të jetë një temë e cila do të kërkoj dhe do ta marrë vëmendjen e vetë merituar edhe me tutje, po jemi në ditën e parafundit të fushatës elektorale dhe premtimet sa shkojnë duke u rrit nga subjektet politike, nga politikanët që kërkojnë votën e qytetarëve. Ka pasur anketa për qytetarët edhe nga media jonë dhe vrehet skepticizmi i qytetarit të këtij vendi në përgjithësi. Profesor, po dëgjojmë premtime për paga më të larta, pensione më të larta, investime e të tjera. Secili kemi qejf pagën më të madhe apo jo, por ju si ekonomist kur i dëgjoni këto premtime, çka mendoni, çka vlerësoni në atë çast? Se janë të mundshme për të realizuar apo se vështirë realizohen? Dëgjoj, unë nuk e po befasohem pak me këto dhëna shifra marramente, sepse Kosova nuk e ka buxhetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto janë dëshirat të leadershipit, mirë po në realizim ne kemi pa dhe për këtë arsye qytetarët janë skeptik sepse qytetarët dojnë me pa në gjërat praktike, jo në aspektin teorik. Edhe në besoj që kemi humbur besimin tek leadershipi dhe për një gjë të tillë dhe popullata e Kosovës është skeptike. Dhe mirë po kemi një grup të caktuar të njerëzve që kanë interese të grupeve të caktuara interesit për shkak punësimit, për shkak çështjeve nepotizmit, për shkak të çështjeve
pak edhe miteve financiare të thënë ka shfrytzuar qeveria për buxhetin për llogaritë si pronë vetëm private. Dhe kjo domethënë kjo është shqetësuese për vendin, sepse ti mundesh me buatë të ligjit të Republikës Kosovës të janë dush me punë në proces të tillë, po jo në jashtë pasoj. Dhe unë besoj që domethënë nuk kisha pas dëshirë të ketë si ndarësi në mes hyrje i natëve, me shfrytzu edhe fëmijët për fushat, të kesh përdor fëmijët për fushat, nuk kemi merituar si popull të them të drejtën. Unë i kuptoj leadershipin sepse jemi në fushat, ne qytetarët e Kosovës nuk i morën që bazohen në bazë fjalëve të tyre edhe me ditë para përgjithësisë për fjalë të cilat i kanë premtuar, sepse më pas lip llogaridhënie ishmi çu protesta më shumë, që lip llogaridhënie nga politikë bërësit, po nuk e kemi bënë gjë të tillë, për tash një mënyrë dhe metodë e mirë për me dhënë shifra marramendse, gënjeshtra, interpretime të ndryshme të rritjes ekonomike, qëndrueshmërisë ekonomike. Shikojmë nëse ka tash më prek gjëra reale, nëse ekonomia e Kosovës është kalorizuar sipas disa zyrtarëve politikë në Kosovë, atëherë pse po ikin njerëz? Nëse ekonomia e vendit është e mirë, pse ne primë në po botë për të kurrë popullsisë? Dhe e dyta, pyetja që i drejtohen kujt janë profesorët këto? Kemi po zhvillim apo miqënie socio-ekonomike, mjafton të shkojsh në çduk, ti posh në çfarë gjendje janë personat të cilët kanë nevojë aty. E dyta, e treta mjafton të posh në hemodializë, posh ditë më parë të njerëzve që dalin jashtë spitaleve dhe shkojnë blejnë produktet e nevojshme për gjërat elementare që shteti është i obliguar dhe dalin i blejnë në mënyrë private sepse ka mungesë të punave esenciale. Nuk e kuptoj çfarë mbështjellje. Nëse shikojmë rrugë regionale, rajonale, do janë mërësisht këqija. Unë ditë më parë, për shembull, isha në Gjilan, rruga Gjilan-Ferizaj është jashtëzakonisht katastrofike. Ferizaj-Prishtinë rruga e kam fjalën rajonale, jo autostradë, është jashtëzakonisht katastrofike. Që nuk të them të drejtën, nuk e di çfarë mbështjellje ju ka ndryshuar njerëzve qytetarëve të këtij vendi. Okej. Nëse kush do të jetë qeveria e Republikës Kosovës, tenton të realizojë në fakt të gjitha premtimet e bëra në këtë fushat, e mundshme? E rrezikon stabilitetin ekonomik të Kosovës të bëjnë për një mandat, s'po them për 1 vjet, për 4 vjet. E rrezikon stabilitetin ekonomik, e rrit inflacionin, e ndihmon ekonominë. Nëse bën të gjitha premtimet, nëse realizohen brenda 1 mandati. Dëgjoj, është shumë problem, domethënë matjen më të mirë nëse ja bëjnë qytetarët e Kosovës, leadershipit kosovar. Matja më e mirë është performanca e tyre. Secila qeveri, secila parti politike ka pas qeverinë dhe do të me mat performancë çfarë kanë bërë për mirëqenien socio-ekonomike të shtetit. Dhe nuk jam skeptik rreth investimeve të premtimeve të cilat i bëjnë, se ne jemi këtu, domethënë ne jemi të prit, domethënë me vitet e tëra për një sigurim shëndetësor. Domethënë, them të drejtën, leadershipit nuk i besoj, derisa nuk ja moti performancën vet. Nëse e bën performancën edhe në reale të thënë premtimin se ne ka bë dhe ka realizuar, jam dakord. Mirë po, ne vetëm premtimet që ne kanë dhënë për çështjen e sigurimit shëndetësor që janë në kemi është gënjyse. Kështu që gjitha premtimet për mua janë vetëm sa për sy e paqe në që të populli në disa herë dhe janë për nganjëherë edhe për çështje sikur ke rasti i fundit për shembull që ko zgjedhje dhe ko procedura zgjedhore filloi me disa ligje, disa amendamente tjera. Nëse ja dojnë ta avanin shtetit Kosovës, Kosova i ka dënë me miliona euro po prej Bashkimit Evropian. 882 miliona euro Kosova i ka fituar në Bashkimin Evropian me plan rritjes, Kosova vetëm 7% ka shfrytzuar të nivel financiare. Profesor,
çmimet e pronave të banimit, po raportohet se po rritën në Kosovë dhe janë rritur edhe tash jo vetëm në Prishtinë edhe në rajone tjera të Kosovës. A tregon se ka zhvillim ekonomik apo tregon se ndoshta banimi po bëhet më i papërballueshëm për qytetarin e vendit? Jo, nuk tregon rritja e kërkesës për patundshmëri, nuk do të thonë që kërkon tregon qëndrueshmëri të zhvillimit ekonomik, përkundrazi, sepse në pjesëmet financiare, investimet e huaja i kemi prej diasporës, 85% të tyre shkojnë në patundshmëri. Dhe kërkesa më e madhe që përrisin në tregun e patundshmërive në Kosovë është diaspora. Të paktën unë që disa vite që jam këtu pare që jam me udhëtuna për Kosovë, unë nuk di që ka një korporate e madhe ka investu në Kosovë. Dhe që ka punësu për shumë 500.000 $500 ose 2.000 $. Dhe kjo patundshmëri të cilët është faktor kryesor, në strukturë punësimit për atë ndërtimi në kategori kohë të rëndësishme të strukturës punësimit si sektor, mirë po këto investime vinë këtë diasporës. Edhe normal që kur ka rritje të kërkesës për diasporë, duke pas parasysh edhe kosto operative, për shembull të rastë në banesa, ndërtimin e banesa, pa rritje për shkak probleme në lindjen e mesme dhe në mënyrë automatike ndikon që çmimi i banesave të rritet, mos jetë më çmimi që ka qenë paraprak. Edhe kjo një temë që meriton vëmendjen e vet javëve në vijim, por që ta përmbyllim këtë bisedë, profesor, pas zgjedhjeve, në çfarë do lloj strukture të qeverisë së ardhshme që del nga 7 qershori, cilat do duhet të ishin vendimet e para në lidhje me ekonominë nga qeveria e re që t'i marrë me njëherë? Për çmimet, për energjinë, për buxhetin, çfarë? E para mendoj të bërë një plan konkret, strategjik dhe zhvillimor. E dyta të bëjë reforma administrative në administratën shtetërore. E treta të fokusohemi në energji të ripërtërishme. E katërta të bëjmë të kemi njerëz profesional në pozicione udhëheqëse, të eliminohet kjo nepotizmi dhe militanizmi partive politike për me punësu njerëz. Dhe e pesta investimet në një politikë gjeostrategjike në diplomaci. Pa diplomaci sot bota udhëheqet me diplomaci. Pa diplomaci kot e ki. Kështu që mendoj që edhe kuadër të kësaj për me ngritë fuqinë ekonomike të shtetit është shumë e nevojshme siguria shëndetësore e qytetarëve të Kosovës. Me pas sigurimin shëndetësor. Pas sigurim shëndetësor nuk ka asgjë dhe sigurimi e kuptohet. Kuadër të kësaj dhe këto dyja e mbrusin e përbashkët e paraqesin sigurinë ekonomike. Profesor Misinit, faleminderit shumë për kohën që ndave për ne në këtë bisedë drejt për drejt. Gjithë mirat. Kënaqësi për mua punë mbar dhe ditë mbar. Faleminderit shumë.